Tani do t'ju lexoj një histori shumë të bukur, jemi në thyerje. Historia e hakut të në përkëmburit. Një ditë një besimtar shkoi te berberi që të ruaj. U ul dhe i tha miq një brisk. Sa kishte filluar, vjen i fort i lagjes, futet brenda dhe i fut një plom në kokë. Pa! Çoqa aty thot. Se kam radhën unë. I shkreti me shpresta Allahu, mbylli gojën dhe u çua. Po ky i forti nuk pushonte. Thoshte, u bë surrati jot, thoshte të ruhet para meje. O kokungull, i tha i forti. Duroj sa duroj, kur i forti mbaroi surruari, çohet dhe del për jashta. Në momenti që del për jashta, një karrocë me kuaj të tërbuar zbriti në tat pjet, e merr përpara të fortin dhe e bën cop. Në këtë kohë berberi bashkë me besimtarin që po e shikte, kthej dhe thot, nuk ishte pak e rëndë kjo që ndodhi? Për Allahun i thaj, nuk bëra gjë, ja kisha falur madje. Po si duket edhe kunguj kanë zotin e tyre dhe zoti i kungullit është zemruar me të. Prandaj, të dashur miq, haku i të shtypurit rëzon dhe mbretin. Thjesht duhet të bëni pak durim, se çdo gjë ndodh në kohën e vet. Karma pra. E kam radhën unë? Po, e ke radhën ti. Një burr që po shëtiste rrugëve të qytetit, pikasi një djalë të vogël, i cili po ndante bukën e tij me një qen të vogël. U afrua aty pranë dhe e pyeti: "Pse e ndan bukën me të?" Djali u përgjigj: "Sepse ata nuk kanë asgjë, as familje dhe as shtëpi. Nëse nuk do t'i ushqejmë, ata do të ngordhin." Plaku ju përgjigj: "Por qen dhe pastre ka kudo. Përpjekjet e tua nuk do të bëjnë asnjë ndryshim." Djali ju afrua drejt qenit dhe duke e përqafuar i tha: Po, për këtë qen, ky ndryshim është vetë jeta." Dhe jo rastësisht, unë dalëm te kjo proverb, se shumë e bukur. Shumë e bukur ishte. Se do diskutojmë për qenë të rrugëve, Po, që janë lënë rrugëve, si kundër në asnjë vend të botës, po. të keq trajtuar dhe shoh gjithmonë edhe më pak njerëz që ju dhimbsen qenë të rrugëve. Po ju dhimbsen dhe ato qenë që i kanë mbajtur deri në shtëpi dhe i kanë nxjerrë për jashtë, nuk ju dhimbsen më as ata. Po, aq e kanë. Aq e kanë një panel dashuri. fantastik. Por ndërkohë ka edhe vazhdojnë të kemi akoma njerëz që i duan qenë. Kështu që pas hapësirës publicitare ju pres në studio.